shiko, kjo është qartë azi që ajo që ka ndodhur përgjatë gjithë këtij procesi zgjedhor nuk mund të mungonte edhe në procesin e pjesën e numërimit. Edhe në pjesën e një sistemi dhe një procesi që për mua ka dështuar që të quhet si zgjedhje dhe që tashmë ka përfunduar thjesht një proces votimi banal dhe që rrit po them edhe presionin tashmë ndërmjet kandidatëve ajo që është parashikuar të ndodhi. Unë do doja të flisja pak për atë që kemi parë në këto zgjedhje. Po Bled, e di qartë që edhe koha që kemi në dispozicion së bashku për ta bërë këtë komunikim është deri diku le të themi e limituar. Kështu që është shumë e rëndësishme t'ju pyesim cili është opinioni juaj deri më tani për sa i përket procesit dhe sigurisht edhe rezultatit, se shkojnë të dyja paralel. Mendoj që ky proces votimi që ka ndodhur në Shqipëri është një proces i cili ka konfirmuar ose më saktë i ka dhënë një lloj pikture. Zoti Rama ka tentuar të pikturojë një popull i cili urren opozitën, një popull i cili e quan opozitën herezi dhe që një popull i cili fajtohet me të keqin, gjë që unë nuk e besoj. Madje edhe kur kam komentuar sondazhet që jepnin këtë lloj epërsie të zotit Rama, unë kam thënë këtë gjë. Ky lloj panorame me një qeveri e cila ka 3 mandate, e cila ka dështime pafund dhe ka gjysmën e njerëzve më të rëndësishëm të saj, ose në ndjekje penale, ose në burg, është treguesi i një qeveri e cila nuk punon për qytetarët, por punon thjesht për interesat e veta. Punon për atë, themi kështu, qertullin vicioz që vjedhin votat për të vjedhur pushtetin dhe pastaj vjedhin gjatë pushtetit për të vjedhur votat në zgjedhje. Kjo gjë mendoj unë është një moment që i cili duhet kërkon reflektim jo vetëm politik, por kërkon reflektim kombëtar.